Ore. Mu më vje keq për një mizë me vrat tani me ranë tokë më vje keq. S'po më keq mu për një njeri. Po mos e fut pra valle. Duan ta fos, ndoshta ajo logjika ime ka qenë që ai nominim mund ta forcoj. Ja pra këtu jemi. E sheh pra, ja kjo është përgjigja tjetër. Nuk është përgjigja që të vjen keq. Kjo është përgjigja pra, do ta fus sepse unë dua që atë njeriu ta forcoj gjën. Ha pra. Po është pak më thellë se kaq. E para është që të zgjedhja e njerëzve. E kam zgjedh sepse doja që të gjitha dinin që nëse kam një mundësi për postë mirit, zgjedhja ime e dytë është Gimbo. Okej, është zgjedhja ime dhe do ta zgjedh sa herë të dua unë. Kupton? Ky ka qenë qëllimi kryesor. Iku. Qëllimi tjetër ka qenë nëse ke marrë njerëz të tua afër pas se kjo ishte tani, çfarë dhe Greta për ne. Nëse neve na ndodh të dalim në nominim, është një opsion që ai të forcohet. Forcohet ai dhe ikën Nina. Po. Po të se logjikove në këtë mënyrë. Po deshon ta shpjegoja. No, unë e kam, o zot, këtë unë e kam në kokë se e kemi logjikuar në momentin që i ke zënë këta, i ke futur në rrjet, po ne nuk e dini që të shkonin në nominim. Po të shkonin në nominim, është diskutuar dhe më parë që do të çoj grupin tim, sepse kështu e ke seruar. Tani kam thënë, ore ti, ulu e qetëso këtu, dhe kështu ishte biseda. Ke fut Inën, se du me nxjerr Inën, se Ina është sigurt. Mira, s'më ka pëlqyer qëndrimi jot me Inën. Duhet ndrupta nga kështu. Inën ta kam thënë që ditën 1 kur ka ra muhabeti me ty, kujdes me Inën se ka suport madh nga jashtë, s'ma ke dëgjuar këtë llaf asnjëherë dhe më vjen i nat. Ta kam thënë Inën, kujdes se ka suport madh nga jashtë. Pse? Se ka qenë 2 herë në nominim me Zarfa Zi. Shumë të fortë. Njëherë me Rikun në Mateon dhe njëherë bashkë. Dhe duke pasur edhe kesin këtu brenda që votat shpërndahen. Edhe të ky. Duke pasur edhe kesin, duke pas kesin këtu brenda, i ka superu. Prit. Duke pasur kesin brenda, e do kështu si thua ti, s'ka problem, duke pasur kesin brenda, votat... Se që kujtoti, sepse ka kalu nominimit ajo, mëse është interesante, po ka pas kesin brenda, një sekund, duke pasur kesin, bëj më kaq, vetëm atë gjë logjikën, po ta bëjmë me qetësi, duke pasur kesin brenda, ajo ka pas vota edhe për kesin, që janë votat e kesit, edhe vota për Inën, se si ka shfutur valla. Do më thënë, ose gjithë votat e kesit janë të shpërndara me kesit dhe me Inën. Si ka shpëtur? Ka shpëtur të dy. Tani, me këto moment ku jemi sot, ajo ka kesin jashtë, i cili është support i madh, po ta kam shpjeguar 100 milioner se ka fuqi. Si ta shpjegoj më shqip, ka fuqi. Me majt brenda se thot, gjithë votat e mia që mesha brenda, mijat, doja çoj asaj. Dhe prandaj ajo ka shpëtuar. Po të them njëre, a e petë zbëri, më qatë lojtë surprizë e bëri, sepse ai njeri është i investuar tek ajo, edhe për shkak të Ina, unë e kam menuhate këtë gjënë, se e shoh nga jashtë gjënë. Është i investuar tek ajo, edhe për Ina se ka dalë jashtë nga kjo gjëja. Edhe sa herë tjetë rrezik, ai do... Si ta them? E kuptova, unë s'ma thu. E kuptova, por, në atë nominim, ka qënë e rrezikuar. Me sa bazë të donë. Okej, në qëtësi. Unë nuk thash është e shpëtuar. Unë të thash, po nuk doli. Opcion 1%. Nuk e ke 100% që del. Kurse, në falë, të opcion e malit, ti nuk rrezikon fare. Dali ku dali, Pra, unë s'kam qef ta bëj të lënë duke mos rreziku fare, se kam tregu që o kam rreziku unë, o s'ka rreziku asnjë. Po zemra, po jo të rrezikosh gjithë komentator bu. Po më pse çka? Më rrezikon 1-2. Po më një sekond tani. Se Greta u mërzit kur unë tha, kur dëgjoj që unë kam thënë që unë Lori nuk e kam me Gretën. Greta më ka dashur më jashtë? Po. A ka qenë kundra meje? Po mos ndroja pastaj. Jo, një sekond. Po jo, unë kam thënë. Kur vjen pjesa e zgjedhjes, kam thënë që Greta është zgjedhja ime. Dhe kjo, ndoshta duke fut Gretën në nominim, është një mundësi për të pa dhe publiku në qasjen e ne të dyjave kë mbron dhe kë pëlqen edhe kë, kupton? Super. Opsion. Super. Por ama kur vjen puna për ta shpëtu, unë gjithmonë do zgjidhja Gretën. Unë dhe të zinxhiri i shpëtimit dje ka qenë komplet ironike. Unë Gimbo ty. Dhe unë? Gretën. Kupton ti, domethënë dy njerëz kanë luajtur lojën time. Gimbo, Miri, Gretën. A doje ta bëja kështu apo s'do? Jo, a doje ta bëja kështu. Ore,
ishte ironike zgjedhja. Edhe unë vazhdova te ironia jote. Faleminderit. Atë kuptova? Kuptove. Po Ma unë vëdoj. kuptoj Gimbo njërë, pastaj ti, unë kuptoj Gimbo, se Gimbo qeshi dhe tha, A do ma hapësh miri, dorën? më falë, se s'pash që më ka zgjatë dorën. Po, shkum ironistate, pra. Po pra, okej. Po si të kupton ty Gimbo, nuk kuptoj une? Sepse do ndodhte ndryshe, unë do zgjidhja Greta Gimbo, Gimbo? Gimbo me